Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar pas miratimit të raportit të piketave të ndërmjet me IBAR nga strukturat e Bashkimit Evropian në Bruksel. Gjatë konferencës për media, Berisha theksoi se raporti miratuar në 21 maj ka psuar 32 ndërhyrje të rëndësishme krahasuar me draftin e shkurtër, ku sipas tij 14 prej tyre janë shtesa të reja që vendosin standarde më të forta për demokracinë, drejtsinë, zgjedhjet dhe luftën kundër korrupsionit. Raporti i finalizuar, i paraqitur me 2 shkurt dhe i rishqyrtuar shumë herë, i karakterizuar gjithashtu nga anullimi i konferencës ndërqeveritare në pozicionet e përbashkëta që paraqet me 21 maj, ka pasqyruar me vërtetësi problematikat madhore të regjimit të Edi Ramës. Berisha u ndal veçanërisht tek çështja e korrupsionit, duke pretenduar se gjuha e përdorur në raport është as shpërsuar ndjeshëm. Erdhi në fact-finding mission në Shqipëri. Ai vjen periodikisht është vërtet atë. Nuk është se nuk mund të them se ky ishte nisme opozicë ardhi aty. Jo. Erdhi i pa gjëra në vend dhe shtoi pra antifarsën elektorale, masat antifars. Dhe kjo është herë e parë që Bashkimi Evropian emron rrjetet patronazhimit, kritik e drejt për drejt ndaj Edi Ramës dhe qeverisë së tij dhe terroristëve elektoral antarë të këtyre rrjeteve. Korrupsioni, shqetësim vendimtar, themelor, me një fjalë, Shqipëria po thuaj me karton të kuq. Krucial, nuk isha askull. Ai pretendoi se ky formulim reflekton shqetësimin e vendeve europiane për korrupsionin në nivelet e larta të qeverisjes në Shqipëri. Kreu i Partisë Demokratike foli dhe për çështjet e drejtësisë dhe marrëdhënieve të qeverisë me institucionet e reja të drejtësisë, duke deklaruar se Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim për presion ndaj SPAK-ut dhe gjykatave. Kjo është shtur. Bëhemi pret rezultate e mira të arrituar deri tani nga SPAK dhe gjykatat e tij përfshi rastet e korrupsionit nivelit të lartë. Në fund, Berisha pati edhe një mesazh për demokratët që të shtunën të votojnë në garën për kryetarin e tyre. Çdo demokratë dhe demokrat duhet të jetë krenar, se nesër voton në zbatim të një procesi që është aktualisht procesi më modern në një kohë kur partia e krimit nga 2000 e nëna gjerë sot e ka fshi fjalën vot nga fjalori i vet. Sali Berisha e mbylli me thirrjen për protesta për të cilat nuk ka ende datë, por i shesi të domosdoshme për realizimin e qëllimeve të opozitës.